rastësisht përmenet Mateo. Jo, nuk kishe lidhje fare për Mos sot i ditë përmenet. Po do përmenet se të laj thaj njerëzit këto janë, po jo se na duhesh për ndonjë gjë, thjesht për fol, a kupton? Jo se na duhet ndonjë gjë për të fol. Ti, Mateo, për zotin nuk ka lidhje fare, më shumë është mes mua, Selinës edhe mirë që i ka, me thonë që... Po pak e zgjut jeti me të vënd me nejme. Mateo, priti herë ta marroj se... A je pak e zgjut me të vënd me nejme. Po, dhe thjesht po rria, por kanë disa ditë, ka një javë që ngelin duke e thënë ti ke po 2 gabime shumë fatale në këtë lojë, ti ke zgjedh 2 herë Kristin, ti nuk e zgjedh Selinën, se ke shpëtuar, se ke kështu. Të gjithë, nuk po e kupton ti se çfarë po flitet këtu që gjithë po vjen, me thonë, kështu kundra. Sidomos Miri me këto vetët, pse ti nuk na zgjodhe ne të zinxhiri, se të kishe zgjedh ne të shkonte ndryshe, edhe ti se donte. Noi thashën, unë se du, por unë ja kam thënë qartë që ti deri këtu je me mu në lojë, nëse do të trish me Mirin. Se nuk mundem unë tani të shpëtoj ty, edhe pastaj trini ju bashkë, akoma t'ja kaloni votat njëri tjetrit, me thonë, ta ngreni lart njëri tjetrin dhe pastaj vi bie që dalun. Me galimin e pas. Nuk e bëj këtë gjë, nuk më le ego im si lojtare, si gjithë, nuk më le si person. Për ti sa e duan si linë, nuk e do kushe, kam thënë unë që në këtë lojë asnjë se do sa e duan. Ama ka disa gjëra. Momentin e parë zgjodha Kristin, sepse ashtu e ndjeja. Një person që nuk sulmon kot, nuk godet, do me thënë, ndoshta edhe mund godasi për me një strategji interesante. Unë e mendoj kështu. Se ka shumë njerëz që thënë, Mateo, lutem, ja, shikon? Vazhdo me stën e prema. Nëse. Në faktën nuk ofendon, këto tjerët ofendojnë çfarë nuk thojnë, unë tani e gjej veten te ky personi.